Të gjitha, në fakt ti je pjesë e popullit, ti je ai që korrupton, je ti në një farë mënyre sepse ti e mbështet me heshtjen tënde atë person, se mund ta njohësh. Pra dua të them që ne jemi të gjithë aty, të gjithë jemi të gjithë jemi përgjegjës për atë që bëjmë. Dhe kjo nuk do thot prap, nuk do ta krahasoja me atë që ka ndodhur po themi në diktaturë, sepse unë prap mendoj që aty kishte një mundësi, kam njohur njerëz që edhe pse i kanë shërbyer regjimit, kanë pasur mundësinë të bënin mirë në atë profesion që kanë pasur, mund bënin vetëm keq. Pra gjithmonë ti mund ta bësh diferencën. Po ne nuk mund të lehtësojmë ndërgjegjen tonë intelektuale, duke thënë që unë po shkruaj, po bëj librin edhe unë jam më e mirë dhe unë e bëra detyrën time. Jo, unë përpiqem prap ta shoh veten time që jam edhe unë pjesa e tij. Përse ai korruptohet? Përse shan ai Rudinën, Jonilën tjetrin? Përse mallkon? Çfarë ka kjo të bëjë me mua? Çfarë një gjë e vogël brenda vetesime është aty brenda dhe unë në mënyrë intelektuale përpiqem ta shtyp atë gjën që ai populli histerik ose i padashur. Pra përpiqem ta shikoj dhe ta reflektoj me veten, sikur nuk e di nëse mund të ishte recetë që të gjithë ta shikonin, po